Ndërsa qytetarët konsumuan file të pulët të infektuar me salmonel të importuar nga Brazili nga kompania AMG Food, marka Dimal, ministri e bujqësisë Anila Denaj vendosi të dalë në televizor, jo për të kërkuar falje, por për të dhënë një justifikim që ka lënë pa fjalë opinionin publik. Salmonel ka në të gjithë botën. Vitin e kaluar në Evropë u raportuan 77.000 raste. Me pak fjalë, nuk ka problem që mishi i kontaminuar u fut në Shqipëri dhe përfundoi në tryezat e qytetarëve shqiptar pa dalë analizat, sepse sipas ministres, kështu ndodh kudo. Salmonela dhe shumë sëmundje të tjera të cilat vijnë nga bimët dhe kafshët në vitet e fundit janë rritur. Në vitet e fundit në Evropë dhe në të gjithë botën janë rritur. Unë dua të them vetëm një shifër që vetëm vitin e shkuar në Evropë, rastet e salmonelës ishin 77.000, krahasuar me një vit më parë, 65.000. Pra është një situatë që ndeshet kudo, tha ndër të tjera Anila Denaj në një emision televiziv ditën e djeshme. Për ironi, autoritetet shqiptare nuk e bën publik emrin e kompanisë duke i lënë konsumatorët në errësirë, dhe kur AKU më në fund reagoi, ishte vetëm pasi mediat publikuan rastin, jo se institucionet kishin ndërmend të ndërhynin vet. Ky skandal nuk është i vetmi, pastaj vijnë edhe 3 ngërkesa, me lule shtrydhe me pesticide nga Greqia, specat e kthyer nga Kroacia për të njëjtën arsye, si dhe mandarinat e refuzuara në Bashkimin Evropian që përfunduan ku tjetër vetëse në tregun shqiptar. Megjithatë, në vend që të merren masa apo të mbahet përgjegjësi, ministria Denaj dhe kreu i AKU-s, Manush Kullolli, janë të zënë me fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit, sepse në Shqipëri, siguria ushqimore vjen pas votave.